Pse nuk ngrihen për drejtësi që nuk marrin drejtësi në këtë vend më? Jo që se marrin as në kohë, as në hapësirë, po nuk e marrin më. As në cilësi. Jo cilësi, po nuk diskutohet më. Po nuk di kur ta marrin pra. Ata atje të gjithë kanë procese gjyqësore dhe di shumë që s'marrin drejtësi. Pse nuk ngrihen për drejtësinë aty? Të plotësohen, të hapen gjykata, të vë drejtësia te qytetarët. Pse s'u ngrihen për këtë pra? Dhe kjo është e gjithë ajo, prandaj që ajo protestë shikohet me skepticizëm nga gjithë. Padyshim unë jam formim kapitalist dhe nuk kam asnjë dyshim të investimet e kështu me radhë. Por edhe Greqia ka ligjin e investimeve strategjike, po është rregullator ndërmjet privatit dhe shtetit dhe investitorit. Nuk është që ti thot ai, unë do ta marr ty, ti thot me çotaqës një greku, dhe do t'ja jap atij unë se ai do investoj 4 miliardë. Ku ti plasi thot ai se investoi ai? Jam unë këtu zot. Edi Rama po do t'jap toka Shqipëri e Flavio, të japi Surrelin, të jap tokën në Surrel, të jap atë tokën e vjedhur që ka marrë në Vuno, atje, edhe t'ua japor njerëzve sa doj, po me tokat e mia, me tuat, me të elitëve nuk ka punë më fare. Se janë tokat të qytetarëve shqiptar. Ky është thelbi i gjithë që duhet kuptojnë qytetarët. Tokat e veta ti fali, ti bëj çfarë të dojmë. Po jo tokat e shqiptarëve. Sepse këtu në këtë vend më nuk ka, prandaj qytetarët po ikin dhe nga siguria juridike. Qëndron. Ndërkohë, të lidit, lutem, sigurisht nëse do dojtë të ndërbohet të pyetja e historisë se liderëve tanë dhe të jetës së luksit të tyre për të kaluar tek erë Albania e kryeministrit, nëse flasim matematikisht dhe ekonomikisht, nëse të gjitha projektet e kryeministrit deri tani kanë dështuar dhe kanë pasur